Me ardhjen e stinës së dimrit, rastet me viroza tek fëmijët janë shtuar ndjeshëm, veçanërisht ato që prekin rrugët e frymarrjes. Mjekët raportojnë se simptomat më të shpeshta janë kolla dhe temperatura e lartë, të cilat në disa raste kërkojnë paraqitje të menjëhershme në urgjencë. Mjeku pediatër Albert Lama ndau këshilla praktike për prindërit se si duhet veprojnë kur shfaqen simptomat tek të vegjëlit dhe kur është e nevojshme të paraqiten në urgjencën spitalore. Aktualisht në sezonin ku jemi, problemet më të shpeshta janë problemet e infeksioneve virale që prekin kryesisht traktin respirator ose të frymarrjes, që manifestimet janë me koll, temperaturë dhe më pas variojnë në varësi të gjendjes, mund të kemi edhe me marrje frymë ose situata më të rënda të cilët shtohen në spital. Sipas pediatrit, rastet që kërkojnë vlerësim spitalor janë ato kur fëmijët kanë temperaturë të lartë shoqëruar me ethe, sidomos mbi 39 gradë ose vështirësi në frymarrje. Përveç temperaturës me frisone që quhet në gjuhë mjekësore ose me ethe në termin popullor, dhe që temperatura katapulton në mënyrë të menjëhershme me të dridhura, me ndjesi ftoftë dhe shkon mbi 39 gradë dhe po afro. Atëherë ky është një rast që kërkon një asistencë spitalore të përkohshme në urgjencë ose në varësi të gjendjes, por më tutje e vlerëson mjeku që e viziton. Fëmijë që paraqet një rëndesë shëndetësore normal duhet të paraqitet në urgjencë për të marrë një asistencë në kohën e dur dhe sa më shpejt. Mjekim pa konsult mjeku në mënyrë absolute nuk duhet të niset. Të vetme gjërat të cilat në kushte shtëpie pa konsult mjeku derisa të shkojë në konsult mjeku prindi mund të bëjë janë antipiretikat. Domethënë të japi një paracetamol ose një ibuprofen kur mosha e lejon, por sa i përket temperaturës mbi 38 dhe më pas të paraqitet tek mjeku, por të konceptojt fillim trajtimi apo recetë pa konsult mjeku, kjo nuk është diçka që hyn në anën profesionale.